Si e dëgjove, çfarë ndodhi? Dëgjova zhurmën. Ishte sa po ikën nga shtëpia time, dëgjova zhurmën që krisin dy zhurma të mëdha krisën. U dëgjova erdha në moment këtu kur pash fëmia ishte fshirë në xhadet, e jem apo bi fëmijën e mbuluar komplet në valtë. Edhe e ndihmuam, i hodhëm ujë fëmijës, i dha i vum rakip që për të alkool që të marr frym, ai nuk reagonte fëmia. Po drejtuesi mjeti çfarë bëri? Aty ishte në rinë të menen çfarë të vente. Të tëra atje më koka ishim. Tha ndonjë gjë? Nuk isha pa me shpejtësi, nuk e di sa si mi. Po ju dyshoni që ka ecur makina me Ne nuk shpejtësi? dyshojmë, po kose pash, çfarë do dyshojmë? Si isha këtu, unë kam fëmijën lart. Po nëna me fëmijën po ecnin në anë të Në rrugës? anë të rrugës, iknin për në shtëpi, kishin shtëpinë atje mbanë. Edhe, kaq. Është problem kjo rruga, ecin makinat me Ktu është shpejtësi? gjithmonë. Ktu është gjithmonë. Janë bërë aksidente edhe vit bërë aksident aty më këtu. Si vjet këtu, një vit aty më poshtë, për çdo vit. Duhen vënë pengesa. Kaq, mos më. Faleminderit. Asnjë gjë.